translated something if I'm not wrong. For now, Germany is the city, but because of you, we are preparing thinking Welcome. Can you come closer? Almost 3,000 years of history we have here. This is the medieval cathedral of St. The most important monument in our city and one of the most important monuments even in Albanian soil, not, into 1444, when our national and international hero George Kastelios Skanderbeg reunited here 25 years in a row. The shields, all the shields that you see in the walls, they are 25. They represent one major battle, not only against the Ottoman Empire. He fought in 1447, 1448, even against the Trani in southern Italy, in the region of Puglia. He fought against the French forces in southern Italy when he go to help. The second major event that took place here in January, 17th January. The second major event that took place here in January, 17th January, lose the battle because he knows the strategy of Ottoman Empire, the tactical of Ottoman Empire, lose the battle because he knows the strategy of Ottoman Empire, the tactical of Ottoman Empire. He's like we talked before. He was very famous at the time, the VIP of Europe at the time. Gjatë këtij weekendi, ky është stacioni I fundit, po jo më pak I rëndësishmi. Dhe donim absolutisht të ishim këtu, edhe unë jam shumë mirënjohës kryetarit bashkisë që na e bëri të mundur, edhe një ditë të diel, që do të thotë që ne punojmë çdo ditë dhe për ne ditët e javës janë njësoj, por dua të them që ishte kënaqësi e madhe që gjetëm këtë moment, e filluam në Shkodër, shkuam në Tamar, në Lepush, në Razëm, dhe natyrisht domethënë ky është siç thash stacioni I fundit, por ishte shumë e rëndësishme e para një herë t'u tregojmë përfaqësuesve diplomatik një pjesë tjetër të Shqipërisë. Një pjesë të Shqipërisë që është paqe e bukur. Një pjesë ku natyra dhe zhvillimi janë harmonizuar në mënyrë të shkëlqyer dhe tregojmë edhe sa e rëndësishme është domethënë që mos ngelemi vetëm në imazhin e Shqipërisë me plazhet, por edhe me pjesën tjetër të bukur të dheut ton ku me te Alpet, po mbi të gjitha ishte e rëndësishme dhe për mua me që son vetë vi nga ajo zonë, të tregonim edhe ato që janë vlerat tona, të tregonim mjekpritjen, të tregonim ngjyrat tona, të tregonim pasurinë kulturore dhe gjatë këtij weekendi mund t'ju them që absolutisht tëra këto e kemi provuar dhe miqtë tanë kanë qenë të surprizuar, disa prej tyre për herë të parë. Jam I sigurt që vetëm do kthehen, po do kthehen bashkë me familjarët e tyre, me miqtë e tyre, me njohërit e tyre dhe ky ishte synimi ynë që natyrisht ndrojmë edhe ura të mira sepse duke ndëjtur, duke kaluar, duke dalë jashtë xhyrave, duke biseduar, duke njohur më mirë njëri tjetrin, do të jemi në gjendje të bëjmë më mirë dhe punën tonë, të njohim, domethënë të njihemi, të forcojmë urat e bashkëpunimit, po mbi të gjitha duke mbështetur në besim. Po sigurisht se ashtu si tha dhe ministri, ne kemi shumë për tregu për Lezhën, për gjithë Shqipërinë, po Lezhë tashmë është një nga zonat më të bukura Shqipërisë, nuk diskutohet edhe për shkak të vetëvarrimit të Skënderbeut, asaj që ne mbajmë medaljen e 2 marsit 1424, por edhe vetë kombinacioni natyror, turizmi, agroturizmi, bujqësia që kanë marrë zhvillime të niveleve të kënaqshme e bëjnë Lezhën shumë atraktive, të vizitueshme, por edhe me kosto normale edhe për të huajt, edhe për shtetësit e ambasadorëve të vendeve nga mund vinë turistët. Për ne është një mënyrë shumë e mirë promovimi të aseteve tona dhe unë jam shumë I kënaqur që jam sot këtu me trupin e ambasadorëve të akredituar në Shqipëri.